Sondazhet si shikon bala deri tani? Të gjitha janë në një pikë të përbashkët që ka diferencë PS-PD, PS del fituese konstante. Nuk kanë lëvizur, është po e njëjta përqindje, me atë lloj përqindje besoj se ashtu sikurse edhe pretendon kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, mund të sigurojë mandatin për të udhëhequr mandatin e 4 i vetëm prap, pa pasur nevojë për një koalicion pasgjedhor. Ekziston sikurse edhe për këtë për shkak të numrit të madh të votave që do marrin në parlament, mandate brenda kuvendit, ekziston edhe një opsion që shumë aleat të jo të zellshëm të kauzave të Partisë Demokratike, që janë brenda listës sigurt të Partisë Demokratike, mund të trafikohen nga zoti Berisha tek zoti Rama, kështu që unë besoj se për shkak se edhe pushteti të jep më shumë opsione, për të paktën nëse do të bësh atë të situash politikën tënde, brendshme apo politikën e partisë, kështu që unë besoj se do ketë raste pas përfundimit të zgjedhjeve, jo vetëm të mandateve që mund të marrë zoti Rama, po edhe të trafikimit të mandateve ose të kartonave nga Partia Demokratike tek Partia Socialiste. Unë besoj se një pjesë aleatëve që zotëria i ka futur listë sigurt, me gjithë besimin se mund të jepnin votat ose do të rrisin numrin e mandateve të Partisë Demokratike në parlament, jo vetëm që nuk do ndodhi, por dhe ato që janë brenda listës sigurt që do marrin mandatet nga lista, sidomos ajo e Tiranës, do të trafikohen te Partia Socialiste, në thonjza do të trafikohen, po do kalojnë nga një krah në krahun tjetër. Tani mund të kujtojmë disa modele të partive ndryshme që e kanë bërë këtë pa pasur asnjë lloj përgjegjësie morale apo të kauzave që ka një